Mbajtësi e autorizimit për tregtim, Merck Sharp & Dohme, një kompani multinacionale ndër më të mëdhat në botë, kryen inspektime duke monitoruar efektin e ilaçit Keytruda, i cili është importuar deri në korrik 2025 nga Megafarma, një nga kompanitë që kontrollon sistemin e shëndetësisë përmes ministres Evi Sala, drejtorit të AKBPM-s Erion Spahiu dhe drejtorit të FSDKSH-s Arti Papajani. Megafarma SHPK me pronar Hasim Hamzaraj po gjobit të gjithë tregun e ilaçeve. Mbajtësi e autorizimit për tregtim Merck Sharp & Dohme, një kompani multinacionale, i ka shitur rregullisht depos farmaceutike Megafarma SHPK, e cila garanton futje në listën e rimbursimit të ilaçeve të tyre dhe shumë gjëra të tjera, duke qenë se kanë nën kontroll të gjitha hallkat e shtetit. Kjo është dhe arsyeja pse kompanitë multinacionale janë plotësisht të varura dhe lidhen me depo farmaceutike që kanë kontrollin e sistemit të shëndetësisë, që në këtë rast është depo farmaceutike Megafarma SHPK. Megafarma SHPK ka siguruar kontratën me FSDKSH dhe QSUNT për ilaçin Keytruda me çmim rreth 288 milion me çmim rreth 288.163 lekë për njësi, i cili është një terapi imunologjike që përdoret për trajtimin e llojeve të ndryshme të kancerit, duke ndihmuar sistemin imunitar të pacientit të luftojë qelizat tumorale. Mbajtësi e autorizimit për tregtim Merck Sharp & Dohme ka bërë inspektimin e këtij ilaçi tek pacientët në QSUNT. Theksojmë se QSUNT është furnizuar nga Megafarma SHPK për këtë ilaç. Pasi mbajtësi e autorizimit për tregtim Merck Sharp & Dohme ka bërë inspektimin, ka rezultuar që asnjë nga pacientët nuk ka gjurmë në trup të këtij ilaçi. Pra, ilaçi nuk është injektuar pacientëve nga QSUNT, nga farmacia e saj dhe nga mjeku që ka përshkruar me recetë këtë ilaç. Kjo tregon që Megafarma SHPK ka faturuar fiktivisht QSUNT-n, ku drejtori i shërbimit farmaceutik prej disa vitesh është Mirela Rexhepi, duke bërë gjoja sikur e ka marrë duke i firmosur faturën depove farmaceutike Megafarma SHPK me vlerë miliona euro. Pasi vetëm një kuti e këtij ilaçi ka çmimin 288.163 lekë, Megafarma SHPK ka bërë gjoja sikur ja ka dërguar ilaçin dhe drejtoria e shërbimit farmaceutik Mirela Rexhepi ka ekzekutuar pagesat. Parati ka ndarë me farmacistin e QSUNT-s, më pas farmacisti ja ka rregulluar me doktorin e QSUNT dhe doktori ka luajtur skemën sikur ja ka vënë këtë ilaç pacientit duke bërë receta fiktive për administrimin e ilaçit brenda në QSUNT. Por pacientit nuk i është dhënë ky ilaç dhe as nuk janë njoftuar që ky ilaç që u është përshkruar në recetë ekziston, prandaj nuk e kanë kërkuar. Mbajtësi e autorizimit për tregtim i është drejtuar FSDKSH-s me email duke i kërkuar informacione dhe shpjegime për këtë situatë ku ilaçi rezulton se po rimbursohet, ndërkohë që Megafarma SHPK ka abuzuar me ilaçin dhe pacientët nuk janë trajtuar realisht, ndërkohë kanë qarkulluar vetëm fatura dhe receta falso për të përfituar nga paratë taksapaguesve të Republikës së Shqipërisë, ku vlera e dëmit konsiderohet mbi 3 milion euro. Pasi mbajtësi e autorizimit për tregtim bëri inspektimin dhe raportimet, i hoqën ekskluzivitetin Megafarmas SHPK. Për të humbur gjurmët e këtij skandali abuziv, u inskenua një kompani e re fiktive që nuk ekziston, e cila quhet Glosairis Al SHPK, me pronar dhe administrator që nuk njihen, kompani që bën blerje, import dhe shitje vetëm të këtij ilaçi 3 milion euro në vit, duke i vjedhur shtetit e duke bërë gjoja sikur e furnizon. Ky është skandali më i madh i abuzimit me fondet publike dhe pacientët e onkologjikut të QSUNT-s dhe FSDKSH-s. Ku është ministra e shëndetësisë Evi Sala, e cila disa ditë më parë doli me deklaratën se nuk kanë fonde, pra kanë mbaruar paratë për të bërë ekzaminime laboratorike që kushtojnë 1.800 lekë, ndërkohë që nga ana tjetër abuzohet me mbi 3 milion euro. Hasim Hamzaraj, Megafarma SHPK dhe drejtoria e shërbimit farmaceutik të QSUNT-s Mirela Rexhepi ndajnë paratë dhe nuk u japin pacientëve ilaçet. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka akuzuar sot në kuvend kompaninë përpunuese të qumshtit Lufra për zhvillimin e një fushate që ka dëmtuar drejt për drejt blegtorët dhe prodhimin vendas të qumshtit. Gjatë një interpelance me ministrin e bujqësisë, Braçe tha se ka marrë 10 mesazhe nga blegtorë të zonës së bubullimës, të cilët pretendojnë se janë përballur me akuza të pabazuara për cilësinë e qumshtit të tyre, me masa shtesë të blegtorëve për antimikotikët dhe natyrisht edhe kosto për ta. Se të nxitur nga fabrikat u detyruan të blejnë antimikotik dhe t'i ngopin lopët me antimikotik në dijenin time kot. Dhe në fokus të atyre përgjigjeve të akuz kot. Tani përse ul çmimi? Ndryshoi oferta në treg? Jo, sasia e prodhimit të qumshtit në atë periudhë nuk u rrit, përkundrazi u hodh në kanal. E dyta, ul kërkesa në treg? Jo, kompanitë kanë vazhduar të shesin, madje të bëjnë dhe një element tjetër shumë të rëndësishëm për cilin do flas më poshtë, për të zvendosur qumshtin që nuk mlodhen nga blegtorët, tha Braçe. Mesazhet e fermerëve. Në janar një fushatë tërë në territor, por edhe mediatike, lajmëroi se lopët po prodhonin qumësht kancerogjen. U vura me dije nga një grup bujsh në Lushnjë. Kërkonin ndihmë kudo. Mesazhet ishin: zoti Braçe, si jeni, jemi fermer nga Bubullima. Kompania e qumshtit Lufra po na shkatron. Deri dje kishte skem që gjoja i hedhim qumshtit ujë. Çmimin e kishin ulur fare, por tani kanë nxjerr gjoja me aflatoksin qumshtin ton. Duan të na përzon fare. Ku të shkojmë? Ku t'i çojmë lopët? Ku të mbytemi? Mesazhi i dytë: jam nga Bubullima. Duam të na ndihmosh me qumshtin e fshatarëve që
dorëzojmë te lufra. Për fshatin e vetmja shpresë janë lopët. Të kam ndjekur, po derdhim shumë qumësh në kanal, që për popullin janë gjaku i derdhur. Mesazhi i tretë, lufra e këto ditë ka lëndë kudo radh, për shembull, ose qumshtin e mëngjesit ose të mbrëmjes. Besoj se do e kenë thënë të tjerë, pronarja e thot hapur që e merr më lirë pluhurin se qumshtin vendas. Mesazhi tjetër. Zoti Erion na fal për shqetësimin, por jam një qytetar nga Bubullima. Lufra është bërë më agresive nga ajo që ti bëre probleme statusin tënd. Sot hakmerret me nes, na mori pikë qumshti dhe na lanë në shtëpi. Fill pas këtyre mesazheve jam drejtuar institucioneve shtetërore për të kuptuar çfarë ndodh. Masakra ushqimore. Por si qëndron e vërteta e refuzimit të qumshtit nga blegtorët? Si lufra ashtu edhe erzeni e shumë kompani të tjera dalin më me fitim nëse përdorin vaj palme dhe qumësht pluhur në produktet e tyre se sa të marrin qumshtin e blegtorëve. Pa kohë më parë, autoriteti i konkurrencës kreu një hetim për tregun e qumshtit pasi pati një rritje të ndjeshme të çmimit. Konkurenca nuk gjeti shkelje në këtë aspekt, por u zbulua një element tjetër edhe më alarmant. Kompanitë kanë ulur çmimin e blerjes së qumshtit nga fermerët, ndërkohë që çmimi përfundimtar në tregun me pakicë është rritur ndjeshëm. Gjatë hetimit, autoriteti ka evidentuar edhe një rritje të madhe të importeve të qumshtit nga jashtë. Të dhënat e Instat të konsultuara konfirmojnë se gjatë 2024-s në vend u numëruan 224.302 krerë lop, nga 342.683 në vitin 2018. Vetëm gjatë viteve 2021-2023 numri i lopëve ul me rreth 45.000. Kjo ka bërë që prodhimi i qumshtit të lopës të zbres në 745.000 litra, nga 964.000 litra që ishin 10 vite më parë. Prodhimi vendas i qumshtit në Shqipëri është në rënje të vazhdueshme, ndërsa në mënyrë paradoksale po rritet importi i qumshtit pluhur dhe vajt palmës, të cilat përdoren në industrinë ushqimore si zëvendësues të produkteve natyrale. Të dhënat e Instat për vitin 2024 tregojnë se në territorin shqiptar janë grumbulluar rreth 95.000 ton qumësht me një rënje prej 6.6% krahasuar me vitin pararendës. Rënja më e ndjeshme është shënuar tek qumshti i deles me 9.7%, ndërsa qumshti i lopës, që zë pjesën më të madhe të prodhimit, ka rënë me 6.5%. Paralelisht ka rënë ndjeshëm edhe prodhimi i djathit dhe gjalpit, duke reflektuar pasoja direkte të kësaj kurrje. Ndërkohë importi i qumshtit pluhur është rritur me 15% gjatë periudhës janar-prill 2025 krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mësohet se gjatë kësaj periudhe shqiptarët konsumuan 200.000 kg qumësht pluhur dhe pjesa dërmuese e kësaj sasie është importuar nga kompanitë Supermilk, Lufra, ADSH 2014, Elkasa, Alta Group e të tjerë. Një tjetër alarm është përdorimi i vajit palmës, i cili ka zvendësuar yndyrna shtazore në shumë produkte ushqimore. Shqipëria importon rreth 3.000 ton vaj palme në vit, kundrejt vetëm 380 tonëve në 2014. Megjithëse konsiderohet i dëmshëm për shëndetin, ai përdoret masivisht në bulmet, brumra dhe ëmbëlsira. Nëse Viktor Orban humb pushtetin në Hungari, fati One Albania dhe Yasai Gellert do të përcaktohet brenda pak muajsh, sepse gjithë modeli i tij i biznesit është i ndërtuar mbi aksesin e pakufizuar në paratë e shtetit hungarez. Sot KTRG-ja mbijeton fal një mekanizmi të brendshëm ku Exim Bank dhe fondet shtetërore i japin huaj Yasait dhe ai me të njëjtat para blen kompanitë e shtetit. Ky rrotullim parash duket menjëherë me ardhjen e një qeverie të re, për shembull të partisë TISA, e cila do të bllokojë çdo financim pa tender dhe do të hapë hetime për korrupsion. Aksionet e 4IG-s ranë 54%, vetëm nga një sondazh që tregoi përsi të opozitës, pra tregu tashmë po vë bas kundër Yasait. Në këtë kolaps, One Albania bëhet një nga asetet e para që duhet shitur për likuiditet sepse grupi humbet oksigjenin nga Budapesti. Po aq vendimtare është edhe ndryshimi i ekuilibrave politik në Tiranë. Sot Rama mbron One Albania sepse ka një marrëveshje me Viktor Orban, e nënshkruar publikisht në tetor 2024, ku Hungaria i jep Shqipërisë ndihmë të njëanshme dhe investime 350 milion euro. Por kur Orban bie, Rama nuk ka më asnjë interes të mbrojë një aleat të rënd, përkundrazi ai do të distancohet shpejt, do ta quajë çështjen të një investitori privat dhe do t'i lërë autoritetet shqiptare të veprojnë. SPAK tashmë ka nisur hetime për kontratat e fibrave optike të One Albania me Bashkinë e Tiranës, me një qeveri të re hungareze pro-perëndimore që bashkëpunon me SPAK-un. Hetimet do të zgjerohen për pastrim parash dhe lidhje me figura të diskutueshme si Spaz Rusev. Rama do të zgjedhë gjithmonë interesin e tij politik para atij të Yasait. Ndërkohë, të gjithë oligarkët e tjerë të Orban po përgatiten për ikjen. Lorenz Messaros po transferon fondet nga kompanitë e tij në llogari private dhe ndri Orbanit u zhvendos në SBA në gusht 2025, e të tjerë po dërgojnë makina luksi në Dubai. Yasai do të ndjekë të njëjtën logjik, do të përpiqet të shesë One Albania sa më shpejt para se vlera e saj të bjerë në zero. Problemi është se kush do të blejë një operator celular me siguri kibernetike katastrofike, dy herë u hakerua brenda pak muajsh duke humbur të dhëna, me abonent të pakënaqur dhe me një reputacion kaq të ndotur nga lidhjet me një oligark të rrëzuar. Shitja do të bëhet me një çmim shumë të ulët, ndoshta një fraksion i investimit fillestar. Në rastin më të mirë për Yasai na i gjen një blerës rajonal, turk, grek ose një fond ndërkombëtar. Dhe zhduket nga Shqipëria. Në rastin më të keq, One Albania falimenton para se të gjejë blerë
verës, duke lënë mijëra abonent pa shërbim dhe duke nisur një proces të gjatë likuidimi. Pra One Albania nuk është thjesht një investim i dështuar, është një simbol i gjithë arkitekturës së pushtetit të Orbanit në Ballkan. Kur bie Orban, bie gjithë kjo ndërtesë. Yasaj Gellert do të kujtohet në Shqipëri si një investitor i suksesshëm, por si ai që solli një operator celular të hakerueshëm, me tarifime arbitrare dhe që u largua me bish në shal sapo ju pre rubineti i parave të shtetit hungarez. Ky është rreziku i qenit njeriu i Orbanit. Kur shefi bie, asnjë derë nuk hapet më as në Budapest, as në Tiranë. Kontrolli i lartë i shtetit ka publikuar raportin vjetor të performancës për vitin 2025, ku evidenton një tablo të rëndë shkeljesh, parregullësish dhe dobësish sistemike në menaxhimin e paras publike. Në total, institucioni ka konstatuar dëm ekonomik dhe parregullësi me efekt financiar në vlerën 26 miliardë 210 miliona 795 mijë lek, ndërsa gjatë vitit ka zhvilluar 190 auditime, ka dhënë 222 opinione dhe ka lënë 4994 rekomandime. Shifra prej 26.2 miliard lekësh e bën raportin e këtij viti një nga më goditësit, ndërsa sipas krahasimit me rreth 10 miliard lek një vit më parë, rezulton një rritje e fortë e dëmit të konstatuar. Vetë KLSH raporton se rekomandimet e lëna përfshin 3268 masa organizative, 29 përmirësime ligjore, 975 masa disiplinore dhe administrative, si edhe masa për shpërblim dëmi dhe adresimin e efekteve negative financiare. Në thelb, raporti flet për një administrat ku sipas gjetjeve të auditit, problemet nuk kufizohen në raste sporadike, por shtrihen nga planifikimi i buxhetit te prokurimet publike, mbledhja e të ardhurave, kontrolli mbi barnat, menaxhimi i pasurive shtetërore, mjedisi, ujësjellësit, energjia dhe deri te siguria kibernetike. KLSH thekson se këto problematika cënojnë besueshmërinë e raportimit financiar, transparencën, llogaridhënien dhe rrisin riskun e keq menaxhimit të fondeve publike. Në fushën e prokurimeve publike, raporti rendit një sëri shkeljesh që prekin drejt për drejt konkurrencën dhe çmimin final që paguan shteti. Sipas KLSH, procedurat janë planifikuar shpesh pa u mbështetur në nevoja reale, fondet limit janë përllogaritur me mangësi, ndërsa kriteret dhe kualifikimet në disa raste nuk kanë qenë në përputhje me natyrën dhe kompleksitetin e kontratës. Mëtej, auditimi evidenton raste ku janë kualifikuar operatorë që nuk plotësojnë kriteret, ndërsa operatorët të tjerë janë skualifikuar në të njëjtat kushte si fituesit, duke sjellë trajtim të pabarabartë. Në një sër rastesh, ofertat më të ulta janë skualifikuar dhe procedura ka vijuar me ofertat më të larta, me efekt negativ për buxhetin. Po ashtu është konstatuar edhe copëzim fondesh për të shmangur procedurat e hapura të prokurimit, si edhe pagesa për punime të pakryera, mungesë penalitetesh, amendime kontratash në shkeljet e ligjit dhe mungesë dokumentacioni teknik. Një tjetër blok alarmi lidhet me tatimet dhe doganat, ku raporti flet për rritje të borxhit të papaguar dhe për dobësi serioze në ndjekjen e tij. Sipas auditimit tematik në tatime, në fund të vitit 2024, detyrimet tatimore të papaguara kanë arritur në 162.5 miliard lek, me një rritje prej 7.37 miliard lekësh krahasuar me vitin e fundit, 2023. Pjesa dërmuese e këtij borxhi është e vjetër, ndërsa strukturat e ndjekjes nuk funksionojnë në një sistem të integruar dhe automatizuar. Nga ana tjetër, në dogana niveli i detyrimeve të papaguara paraqitet në 48.6 miliard lek, me rritje vjetore, ndërsa KLSH evidenton mira raste ku nuk janë ndërmarrë në kohë veprimet për rikuperim, nuk është kërkuar urdhër ekzekutimi, ose nuk janë bllokuar llogari ose asete. Raporti është veçanërisht i ashpër edhe me sektorin e shëndetësisë. KLSH evidenton mangësi në kontrollin dhe monitorimin e barnave të rimbursueshme, mospërputhja mes inventarit fizik dhe të dhënave në sistem, dobësi në kontrollin e depove, farmacive, mjekëve dhe spitaleve, si edhe vonesa e mungesa në furnizim. Auditimi ka konstatuar qarkullim barnash me afat skadence shumë të afërt, mos aplikim penalitetesh ndaj subjekteve të konstatuara dhe shpërndarje të barnave spitalore në rrjetin e hapur në kundërshtim me ligjin. Në një tjetër gjetje të rëndë, nga të dhënat e sistemit i-depo, janë konstatuar 102.778 njësi barnash, të dala nga depot me datë skadence të njëjtë me datën e hyrjes në farmaci, si edhe 143.598 njësi me afat skadence vetëm 1 deri në 5 ditë pas daljes nga depot. Po ashtu, auditimi ka evidentuar edhe deklarim fiktiv dhe rimbursim të padrejtë në vlerën 216.9 milion lek. Problemet e rënda janë konstatuar edhe në planifikimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit. KLSH flet për vonesa në kërkesat buxhetore, investimet të
futura jashtë dokumenteve strategjike, rishikime të shumta të buxhetit dhe kontrata të regjistruara me vonesë. Vetëm në auditimin mbi planifikimin dhe zbatimin e buxhetit në Ministrinë e Financave janë evidentuar mira raste pagesash për detyrime të viteve të mëparshme, kontrata të lidhura për te afateve, te i kalimi kufive buxhetor dhe klasifikime të pasakta të fondeve. KLSH konstaton gjithashtu se suficiti fiskal i akumuluar gjatë muajve janar-nëntor është shpenzuar plotësisht në dhjetor, duke krijuar deficit rreth 17 miliard lek, çka sipas audituesve reflekton mungesë planifikimi të qëndrueshëm dhe rritje të riskut fiskal. Në raport përmenden edhe raste konkrete me efekte të forta financiare në institucione të ndryshme. Në Ministrinë e Financave, auditimi ka evidentuar efekte të negative në vlerën totale 5.1 miliard lek, të lidhura me garancitë shtetërore jo performuese, detyrimet nga marrëveshjet e nënhuas dhe kostot shtesë nga mos ekzekutimi në kohë i vendimeve të GED1. Në Ministrinë e Bujqësisë janë konstatuar diferenca në volume pune të pakryera dhe efekte negative mbi fondet publike. Në Ministrinë e Shëndetësisë janë evidentuar skualifikime të padrejta operatorësh ekonomik dhe mungesë mbikëqyrje mbi kontratat e barnëve, ndërsa në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit janë konstatuar edhe raste dëmi ekonomik nga llogaritje të gabuara të punimeve të pakryera. Alarmi shtrihet edhe te siguria ushqimore, ku KLSH thotë se sistemi i kontrollit zyrtar paraqet mangësi thelbësore përgjatë gjithë zinxhirit, nga importi te testimi laboratorik dhe asgjësimi i produkteve. Sipas raportit, vetëm gjysma e laboratorëve kanë teste të akredituara, ndërsa fushat të tëra me rëndësi kyçe kanë mbulim minimal ose zero. KLSH paralajmëron se kjo rrit mundësinë që në treg të qarkullojnë produkte të pasigurta ose të kontaminuara. Në mjedis gjetjet flasin për mangësi në monitorim, mos respektim të kushteve të lejeve, mungesë dokumentimi dhe kontroll të dobët në terren. Raporti përmend ndotjen e liçenit artificial të Tiranës, mungesën e analizave mikrobiologjike, mos identifikimin e shkaktarëve të ndotjes dhe mungesën e bashkëpunimit ndërinstitucional. Edhe në energjetik dhe ujësjellës kanalizimi, raporti jep sinjale të forta. Humbjet e energjisë në rrjet rezultojnë nga 12 deri në 33%, ndërsa në sektorin e ujit KLSH konstaton se nga 14 shoqëri ujësjellësish, vetëm 6 disponojnë laborator, duke vënë në pikpyetje analizat e ujit të pishëm. Përmenden gjithashtu pagesa të pajustifikuara në projekte, vonesa në zbatim, mungesë kontrolli dhe probleme serioze në infrastrukturën e kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytjet, veçanërisht në rastin e Vlorës. Në pjesën e teknologjisë së informacionit, KLSH flet për mungesë politikash dhe procedurash të formalizuara, dobësi në sigurinë kibernetike, mungesë firewalli, antivirusi, enkriptimi e mekanizmash monitorimi, si dhe për përdorues me të drejta administrative pa kufizimet e nevojshme. Kjo sipas auditimit rrit ekspozimin ndaj incidenteve të sigurisë dhe cënon integritetin e të dhënave publike. Raporti mbyllet me një tjetër tregues domethënës. Gjatë gjithë vitit 2025, KLSH ka dërguar 8 kallëzime penale dhe ka përcjellë edhe 43 materiale të tjera për organet ligjzbatuese, për raste ku auditimi ka konstatuar shkelje të rënda që kërkojnë hetim të mëtejshëm.